Tensionet e krijuara në seancën e fundit të Kuvendit të Shqipërisë kanë prodhuar masa disiplinore ndaj një deputeti të opozitës. Sekretariati i Etikës vendosi që Agron Shehaj të përjashtohet me 20 ditë nga aktiviteti parlamentar, duke e penalizuar për sjellje të papërshtatshme gjatë debatit në sallë. Unë të hënën bërë atë që do të bëjë çdo deputet, të sjellë në Kuvendin e Shqipërisë zërin e qytetarëve. Ndërkohë në Rjoll, qytetarët e Rjollit po protestojnë sepse të gjithë fshatit është rrëmbyer prona. Janë rrëmbyer 150 hektar. Edhe nga kush janë rrëmbyer? Nga ish drejtori i hipotekës. Për këtë çështje fola në Kuvend. Thash gjithashtu që ndërkohë që protestuesit janë aty në mbrojtje të pronës së tyre, policia bën seir dhe policia private, që janë bandit të veshur me kapuç, janë me kapuç dhe me shkopa gome, rrajnë protestuesit që mbrojnë pronën e tyre. Vendimi erdhi pas një kërkese zyrtare të paraqitur nga 10 deputet socialistë, të cilët argumentuan se Shehaj ka shkelur rregulloren e Kuvendit duke refuzuar të lirojë foltoren pas përfundimit të kohës së caktuar për fjalën. Sipas tyre, situata u shoqërua me tone të larta dhe përplasje verbale me drejtuesen e seancës dhe me deputet të shumicës. Gjatë ndërhyrjes së tij, Shehaj kishte ngritur shqetësime për banorët e zonës së Rjollit, të cilët prej javësh protestojnë kundër ndërtimit të një resorti turistik në një tokë që pretendojnë se u përket. Çështja është kthyer në një debat të fortë mes opozitës dhe qeverisë për pronësinë dhe zhvillimin e zonës bregdetare. Në shkresën e depozituar, deputetët e shumicës theksojnë se përveç mos respektimit të minutazhit, Shehaj ka përdorur gjuhë fyese dhe ka pasur konfrontime të drejtpërdrejta me përfaqësues të grupit parlamentar socialist, duke cënuar sipas tyre etikën dhe rendin e seancës.